Një analizë e National Interest vendos Shqipërinë në qendër të një alarmi amerikan për Ballkanin Perëndimor, duke e përshkruar si rast kritik ku dobësimi i shtetit ligjor dhe përqendrimi i pushtetit po e shtyn demokracinë drejt autokracisë funksionale. Artikulli thekson se kontrolli i ekzekutivit mbi gjykatat, përdorimi selektiv i drejtësisë dhe centralizimi i pushtetit dobësojnë institucionet, duke e kthyer luftën kundër korrupsionit në instrument politik. Rasti i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Velia, i mbajtja e cilit në paraburgim pa vendim të prerë, shihet si simptome një sistemi drejtësie të kapur nga politika, ilustron këtë dinamik. Analiza paralajmëron se degradimi i shtetit ligjor nuk kërcënon vetëm demokracinë, por edhe sigurinë energjetike dhe investimet amerikane dhe europiane në rajon, duke bërë Shqipërinë një pikë të mundshme dobësie gjeopolitike dhe një test për besueshmërinë e perëndimit në Ballkan. Shqipëria vazhdon të shënojë rritje ekonomike mbi 3.5%, kryesisht fal turizmit dhe konsumit privat, por Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron për rreziqe të brendshme dhe të jashtme që mund të kërcënojnë stabilitetin makroekonomik. Një shqetësim kryesor është nisma e paqes fiskale, e cila parashikon falje borxhesh dhe rivlerësim preferencial të pasqyrave financiare, duke rrezikuar progresin në administrimin tatimor dhe besimin e tatim-paguesve korrekt. FMN identifikon gjithashtu dobësi strukturore si rënja e popullsisë në moshpune, rritja e importeve dhe shpenzimet publike, që zgjerojnë deficitin dhe bëjnë ekonominë më të ndjeshme ndaj goditjeve të jashtme. Fondi thekson se për të ruajtur qëndrueshmërinë duhen reforma të thella, administrim tatimor më i fortë, modernizimi i taksës së pronës, transparencë fiskale dhe përmirësimi i shpenzimeve publike. Pa këto masa, Shqipëria rrezikon të minojë arritjet ekonomike dhe ngadalësoj konvergjencën me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama vizitoi sot Spitalin Onkologjik në QSUT duke u përpjekur të prezantojë një imazh të një shërbimi shëndetësor që funksionon sipas standardeve të larta. Megjithatë, realiteti i pacientëve është ndryshe. Mungesa e ilaçeve, kushte degraduese dhe trajtim që cënon dinjitetin njerëzor vazhdojnë të jenë norma. Gazetari Osman Stafa ka denoncuar prej vitesh kimioterapi në karike dhe mungesën e barnave jetike, ndërsa dhoma e rikonstruktuar së fundmi u financua nga një biznesmen privat, jo nga shteti. Rama përmendi sakrificën e mjekëve dhe shifrat të operacioneve, duke shmangur përgjegjësinë për kushtet reale. Spitali ka nevojë për ilaçe, pajisje dhe fund të aferave që e kanë kthyer në një nga institucionet më problematike të vendit dhe jo për vizita fasade dhe deklarata propagandistike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar një protestë të gjatë kundër kryeministrit Edi Rama. Ai deklaroi sot se bulevardi dhe sheshi nuk do të jenë vetëm për disa ditë, por aq kosa duhet për ta larguar qeverinë. Berisha theksoi se fuqia është e qytetarëve, të cilët me revoltën e tyre do të detyrojnë Ramën të largohet dhe ta sjellin para gjykatës. Ai bëri thirrje për guxim, vendosmëri dhe vullnet në një protestë të qëndrueshme dhe paqësore, duke cilësuar qeverinë aktuale si më të urryerën dhe armiqësore pas periudhës së Enver Hoxhës. Opozita sipas tij do të punojë për të mobilizuar qytetarët dhe për të realizuar një revoltë paqësore deri në largimin e kryeministrit. Gjykata e Tiranës ka liruar 4 protestuesit e arrestuar pas tubimit të Partisë Demokratike më 22 dhjetor përpara kryeministrisë, duke vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje, siç kishte kërkuar edhe prokurori. Gjatë ngjarjes, disa deputet të PD-s, përfshirë Klevis Balliun, Flamur Nokon dhe Bledion Allbatin, shprehën mbështetjen për protestuesit. Policia njoftoi se 4 persona ishin arrestuar për hedhje molotovi dhe kundërshtim të uniformave blu, ndërsa 7 të tjerë u proceduan penalisht. Hetimi po kryhet edhe për Ervin Minarollin, sekretar organizativ i PD-s. Nga protesta u lënduan 3 punonjës policie, të cilët morën ndihmë mjekësore, si edhe një simpatizant i opozitës i djegur nga flakët e molotovit. Shqipëria është pajisur me sistemin raketor Javelin të prodhuar nga konsorciumi amerikan Raytheon Lockheed Martin. Lajmin e bëri të ditur ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, duke theksuar se arritja e këtyre sistemeve forcon aftësitë mbrojtëse të forcave të armatosura, arrit ndërveprueshmërinë me NATO-n dhe sigurinë kombëtare. Javelin është një raketë antitank e sofistikuar që mund të qellojë objektivin automatikisht dhe nga distanca e sigurt, duke goditur pjesën më të dobët të blindimit. Ai mund të përdoret ditë e natë dhe nga pozicione mbrojtëse si ndërtesat ose bunkerët. Shqipëria e porositi këtë sistem në vitin 2022 si pjesë e një kontrate globale të vlerësuar në $316 milion bashkë me vende të tjera. Raketa ka treguar efikasitet në luftën e Ukrainës, duke shkatruar tanket me një saksi të lartë dhe pritet të përdoret deri në vitin 2050. Dosja e hetimit për fondet i parë vazhdon të qëndrojë e kyçur në SPAK, pavarësisht se zyrat europiane kundër mashtrimit OLAF kanë dorëzuar prova voluminoze për shkelje milionëshe. Ndërkohë që ish-ministri Ilir Beqa u arrestua brenda pak javësh për përdorim të fondeve, dosja e Frida Krifcës duket se po përmbyset në heshtje pas një veprim konkret nga prokuroria. Pyetje të shumta për bashkëpunimin me OLAF, përdorimin e ekspertizës financiare dhe sekuestrimin e aseteve mbeten pa përgjigje për publikun, me SPAK-un që thotë se hetimet janë sekret hetimor. Kjo ndërkohë që kallëzimet për këtë skandal datojnë prej 2 vitesh dhe fondet europiane janë bllokuara. OLAF ka dërguar prova për miliona euro të vjedhura, ka zhvilluar misione monitorimi dhe është takuar me ish-kreun e SPAK-ut Altin Dumani, por deri tani nuk ka asnjë lëvizje zyrtare për të çuar hetimin përpara.
Gentian Gjyli është larguar nga drejtimi i autoritetit rrugor shqiptar pasi SPAK e ka marrë pandehur për shkeljet Brezis në tender dhe ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Në vend të tij, drejtimin e ARSH-s e merr Ami Kozeli, më parë zëvendës ministër të infrastrukturës dhe energjisë. Ndryshime janë bërë edhe në Kesh, ku Viola Haxhi Ademi u emërua drejtoresh duke zëvendësuar Ermal Elezin, i cili gjithashtu ndodhet në arrest shtëpie për të njëjtën vepër penale. Elezi akuzohet për shkeljet Brezis në 2 tender me vlerë 210 milionë euro për tunelin e Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe, ndërsa Gjyli për tenderin e Llogaras. Të dy drejtuesit e rinj do të jenë në varësinë e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, ndërsa hetimet e SPAK-ut vijojnë për tenderet e dyshuar me shkelje të ligjit. SPAK ka kaluar për gjykim dosjen ndaj kardiokirurgut të njohur Edvin Prifti, i dyshuar për rrëshfet në 7 ndërhyrje kardiake. Mjeku akuzohet për korrupsion pasiv, shpërdorim detyre, fshehje të ardhurave dhe pastrim parash. Sipas hetimeve, ai dyshohet se mori rrëshfet nga kryesekretarja e gjykatës së Krujës, Manuela Mallakuçi, për të operuar nënën e saj. Në kontrollin e shtëpisë dhe zyrës së Priftit u gjetën 250.000 euro dhe 16 milion lek, shifra që forcon dyshimet për përfitimet paligjshme gjatë ushtrimit të detyrës në QSUT. Rasti pritet të shkojë për gjykim, ndërsa SPAK vijon hetimet për të dokumentuar të gjitha transaksionet e dyshuara. Në prag të festave dhe në vigjilje të Krishtlindjes, fluksi udhëtarëve në pikën kufitare të Kapshticës është rritur ndjeshëm. Sipas autoriteteve doganore, shumica e udhëtarëve hynë në Shqipëri për të kaluar festat në atë dhe. Aktualisht pika kufitare operon me 3 sportele në hyrje dhe 2 në dalje, ndërsa 2 sportelet posaçme janë aktive për autobuzët. Për mjetet me targa greke është nisur regjistrimi me procedurë të përshpejtuar. Pavarësisht fluksit të madh, policia kufitare po menaxhon situatën për të shmangur radhët dhe për të reduktuar pritjen. Vetëm nga 19 deri më 23 dhjetor në Kapshticë kanë hyrë mbi 24.000 shtetas dhe kanë dalë rreth 11.800 persona, duke reflektuar intensitetin e lëvizjeve para festave. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Joan, ka uruar besimtarët në vigjiljet Krishtlindjes duke theksuar rëndësinë e përullësisë, dashurisë dhe kujdesit për të tjerët, sidomos për ata në nevojë. Ai ka bërthirrje që zemrat të pastrohen nga çdo ligësi dhe të përqafohet shpirti i Krishtit duke përhapur dritën e tij përmes veprave të mira. Sipas tij, mishërimi i birit Perëndis është dhurata më e madhe për njerëzimin, dhe përjetimi i saj shpirtëror transformon jetën. Kryepeshkopi Joani inkurajon besimtarët të ndihmojnë të uriturit, të sëmurët, të vetmuarit dhe të varfrit, duke treguar se çdo akt i tillë pasqyron dashurinë e Zotit. Vetëm duke vepruar kështu, Krishtlindja merr kuptim të vërtetë dhe jeta ndriçohet nga paqja dhe drita e Perëndisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, deklaron se Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë raportet mes tyre, por procesi është i vështirë për shkak të refuzimit të Serbisë për të njohur krimet e kryera gjatë luftës dhe për shkak të regjimit autoritar në Beograd. Marrëveshja e vitit 2023 me 11 nene parashikon njohje të ndërsjellët, vetë menaxhim për komunitetin serb, respektimin e simboleve shtetërore dhe mos bllokimin e antarësimeve ndërkombëtare të Kosovës, por ende nuk është zbatuar. Kurti kërkon dorëzimin e Milan Radojčićit për të rinisur dialogun, duke shpresuar nën presionin e BE-s, Francës dhe Gjermanisë ndaj Serbisë. Ai paralajmëron se lidhjet e forta të Beogradit me Rusin mund të destabilizojnë rajonin, por siguron se Kosova punon me partnerët për ta parandaluar këtë. Përveç kësaj, Kosova ka hequr tarifat ndaj produkteve amerikane dhe ka planuar migrantë nga SBA, duke theksuar bashkëpunimin me aleatin kryesor. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka zbuluar detaje nga plani i fundit i SBA-ve për të përfunduar luftën me Rusin. Dokumenti 20 pikësh i dakordsuar mes Kievit dhe Washingtonit dhe dërguar në Moskë për komente, përfshin garantime të sigurisë për Ukrainën, ruajtjen e forcave të armatosura me 800.000 persona dhe mekanizma monitorimi për linjën e kontaktit. Plani synon integrimin evropian, rindërtimin e pasluftës me fonde deri në $200 miliardë dhe përfshin masa humanitare dhe të drejtën për kompensim. 2 pika kyçe mbeten të pazgjidhura, territoret dhe armja e infrastrukturës kritike. Marrëveshja parashikon gjithashtu që Rusia të tërheq trupat nga rajonet e pushtuara dhe armëpushimi i plot të hyjë në fuqi pas dakordësisë. Zbatimi do të monitorohet nga një këshill paqeje me pjesëmarrjen e SBA-ve, NATO-s, Rusisë dhe Europës. Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar preferencat muzikore të lojtarëve të kombëtares shqiptare për vitin 2025 në platformën Spotify. Julian Shehu ka dëgjuar më shumë Morad, Noisy, Distinct, Julin dhe Dafina Zeqirin me këngët kryesore RS6, Tutto Bene dhe We Back. Mario Mitaj preferon Tukel, Jims dhe Morad, duke kryesuar me Ninao dhe Escobar. Merlin Daku është i përqendruar te artistët shqiptarë, përfshirë Unikatil, Noisy dhe Dafina Zeqiri, ndërsa këngët më të dëgjuara janë Icon dhe Sytë tu. Ylber Ramadani dëgjon Jepi, Broke to Rich dhe Vllazni, ndërsa Adrian Pajaziti ka zgjedhur kryesisht artistë ndërkombëtar si Lil Baby dhe Rod Wave. Ky postim ofron një panoramë interesante të shijeve muzikore të kuqezinjve jashtë fushës së lojës.